A mundesh me ndryshu nofullën vetëm me pozicionin e gjuhës? Sipas TikTokut, mjafton ta mbash gjuhën në qelës dhe pas disa muajsh do dukesh si model. Mewing është bërë një nga trendet më të përfolura në rrjetet sociale. Koncepti u propozu nga ortodonti britanik John Mew, i cili ka theksuar rëndësinë e pozicës korrekte të gjuhës në zhvillimin e fytyrës. Pozicioni i rekomanduar është që gjuha të qëndrojë e mbështetur në qelës, buzët të jenë të mbyllura edhe frymarrja të bëhet përmes hundës. Tek fëmijët në zhvillim, funksioni normal i gjuhës dhe frymarrjes nazale është i rëndësishëm për zhvillimin harmonik të dy nofullave. Megjithatë, tek të rriturit deri më sot nuk ka prova shkencore të forta që vetëm mewing mundet me ndryshu strukturën kockore të fytyrës dhe të krijojë një nofull më të theksuar. Nëse ekzistojnë probleme skeletore ose ortodontike, trajtimi kërkon aparate ortodontike ose në raste të caktuara, kirurgji ortognatike. Mbajtja e një posture të mirë orale është pozitive dhe mundet me ndihmu në frymarrje dhe funksion, por nuk është ndaj mrekulli që i zaventon aparatin ortodontik ose kirurgjin ortognatike. Për më shumë video si kjo, follow Urban FM në rrjetet sociale dhe subscribe në YouTube.